Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi. Do të flasim sot për haxhin. Ç'do të thotë fjala haxh, cilat janë kuptimet e fjalës haxh, cilat janë stacionet e haxhit, mirësitë dhe dobitë e tij. Dhe për të folur mbi këtë term që në pamje të parë ka një kuptim dhe të gjitha kuptojmë pak a shumë se çfarë lidhet me haxhin, mirë po nuk dim sekretet e tij, nuk dim të veçantat e tij, nuk dim mirësitë e tij. Këtë do të na shpjegojë Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se erdhët. Hoxh, nëse përkthejmë fjalën haxh, pra atë që tashmë kemi bërë traditë të këtij takimi, si mund ta përkthejmë në rrafshin terminologjik dhe etimologjik? Në kuptimin etimologjik nuk kupton qëllimin dhe synimin, po nuk kupton edhe vizitën. Ndërsa në kuptimin terminologjik nuk kupton një adhurim special i cili kryhet në një kohë të caktuar, e përcaktuar, pra nuk mund të jetë në çdo kohë. Dhe kryhet, domethënë në haxh, pra kryhet në Qabe, pra në Mekë, në stacione të caktuara, duke bërë rite të caktuara, me qëllimin e vetëm për të adhuruar Zotin e gjithësisë. Pra se nganjëherë, domethënë njeriu që e shef haxhin nga jashtë, pra ritualin e haxhit, duket sikur këta njerëz pa adhurojnë atë gjën e zezë ose gurin, apo sikur adhurojnë gurët. Faktikisht nuk ka lidhje fare. Është një adhurim që i kushtohet Zotit. Pra nuk është një pelegrinazh për tek objekte të caktuara. Jo, është një pelegrinazh që i kushtohet Zotit, po sipas asaj forme që Zoti ka urdhëruar. Dhe ky është dallimi. Pra nuk ka të bëjë fare me një lidhje adhurimi mes njeriu dhe objekteve atje apo vendeve ku njeriu bën pelegrinazhin, haxhin, por është një lidhje mes njeriu dhe Zotit. Mirë po Zoti ka urdhëruar njeriu të sillet në këtë formë. Për shembull, le të themi, muslimanët para se të falen marrin abdes, po nuk adhurojnë ujin. Muslimanët kur falen bien me ballin tokë, po nuk adhurojnë tokën. Muslimanët falen para se të lindi dielli apo mbasi perëndon dielli, por nuk adhurojnë diellin. Muslimanët agjërojnë me hën kur hyn Ramazani, nuk do thotë që adhurojnë hënën. Muslimanët agjërojnë duke mos ngrënë dhe duke mos pirë, por nuk do thotë që adhurojnë ushqimin. Muslimanët rrotullohen rreth Qabes, pra asaj ndërtesës katrore, xhamisë së parë ose xhamisë së shenjtë, po nuk e adhurojnë atë katrorin, thjesht adhurojnë Zotin. Pra ato janë shenja orientuese se ku bëhet pelegrinazhi. Se si bëhet dhe se ku bëhet, po faktikisht në çdo moment haxhi është i lidhur vetëm me Zotin e gjithësisë. Pra që është momentin e parë, themi lebeik Allahumma lebeik, të përgjigjem ty o Zoti im. Pastaj vazhdimisht ne përmendim Zotin, madhërojmë Zotin, i lutemi Zotit, i kërkojmë falje Zotit, bëjmë dua për hallet tona, për sikletet tona, i lutemi Zotit për të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Çdo detaj i haxhit është i lidhur me Zotin. Për shembull, kur gjujmë gurët themi Bismillah, Allahu Ekber, kur shkojmë, kur vim, vetëm përmendim Zotin. Pra nuk ka asnjë moment në haxh që njeriu të jetë i lidhur me ndërtesën e Qabes apo të jetë i lidhur me gurin e zi apo me vendet atje ku bëhen veprimet. Thjesht ne besojmë se këto janë vende të përcaktuara nga Zoti që bëhet një adhurim special, një rit kushtuar Zotit dhe që nuk ka të bëjë. E thash këtë sepse ka pas zëra her mas here që ta lidhin Islamin me paganizmin, që do të thotë duke qenë se këta rrotullohen rreth një vendi apo shkojnë dhe gjujnë me gura atje, rite pagane nuk ka të bëjë fare, të gjitha këto kanë interpretim fetar, islamik, se çdo të thotë dhe çfarë synojnë dhe cilat janë gjurmët që këto rite apo adhurime duhet lejnë tek besimtari ose tek besimtarja. Në pelegrinazhet e ndryshme, e sajuara, të shpikura, hoç përgjithësi njerëzit kur shkojnë në vende të caktuara që bëjnë pelegrinazh, mundohen që të marrin prej objekteve, prej gurit apo prej dheut apo prej pjesëve që mund të ndodhen atje, pikërisht nga që adhurojnë dhe madhërojnë ose shenjtërojnë deri diku dhe vendin aty, japin një farë statusi të veçantë. Kjo nuk ndodh në asnjë moment të haxhit? Absolutisht, as në haxh, madje edhe në Medinë kur shkojnë besimtarët nuk bëjnë veprime të tilla, pasi ne besojmë se mbarësia dhe bekimi është prej Zotit dhe vjen prej Zotit dhe nuk ka të bëjë fare me objektet apo me sendet e kështu me radhë. Kështu që domethënë le të themi ky mund të jetë një nga dallimet që bën atë haxhin ose pelegrinazhin e saktë sipas Islamit dhe pelegrinazhin e sajuar apo atë pelegrinazh që është i lidhur me paganizëm me të vërtetë, pra që njerëzit shkojnë nëpër vende të quajtura të shenjta, atje marrin gur, atje lejnë rroba, atje rrinë disa ditë me kuptimin se presin që
të marrin bekime apo të çelet fati etj, gjë që nuk ka të bëjë fare me ritet e Islamit apo me normat islamike, pasi pelegrinazhi apo haxhi islam është krejtësisht i dedikuar ndaj Zotit gjithësisë. Pra siç e thash, nga hapi i parë që fillon deri në hapin e fundit mbyllet vetëm se me emrin e Zotit dhe duke përmendur Zotin dhe duke njësuar Allahun xhel xhelalu. Kështu që është shumë e rëndësishme të kuptohet se nuk ka asgjë të ngjashme mes ritit të haxhit dhe paganizmit, po kështu edhe pelegrinazhit islam të haxhit dhe pelegrinazheve të sajuara, siç bëjnë njerëzit nëpër male, nëpër kodra, nëpër varre, nëpër tyrbe, nëpër kisha të ndryshme, nëpër sinagoga të vjetra apo nëpër xhamia të vjetra nëpër botë, të gjitha këto nuk kanë lidhje fare me atë që ne themi çfarë predikon Islami dhe çfarë inspiron Islami në raport me ritin e haxhit apo ritin e pelegrinazhit. Për këtë arsye ne në Islam themi nuk ka haxh ose pelegrinazh vetëm se në Mekë, ashtu siç ka urdhëruar Zoti, në kohë të caktuar, në formë të caktuar dhe në vende të përcaktuara dhe nuk mund të jetë askund tjetër. Në momentin që bëhet në kohë tjetër, në momentin që bëhet në vende të tjera, në momentin që ka metodika të tjera përveç asaj që Zoti na ka mësuar, ai pelegrinazh, ai haxh është nul, është domethënë shenjë e mosbesimit dhe daljes nga feja dhe besimi. Ndërkohë haxhi automatikisht na lidh me Ibrahimin alayhis salam, me sakrificën e tij, me përpjekjen e tij. Ndërkohë, cili është historiku i haxhit? Fillon me Ibrahimin alayhis salam, fillon me Muhamedit alayhis salam, apo është edhe më i hershëm se kaq? Haxhi ose bërja e pelegrinazhit apo vajtja në Ka'bë është historik i gjithë pejgamberëve të Zotit. Për këtë arsye Zoti në Kur'an kur foli për ndërtimin e Ka'bës, tha wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ibrahimi ngriti themelet. Domethënë themelet e Ka'bës ishin edhe përpara Ibrahimit alayhis salam. Në një hadith pejgamberi alayhis salam thotë çdo pejgamber, pra çdo profet i Zotit e ka bër haxhin përveç Isait alayhis salam, i cili do ta bëj pra masi të kthehet edhe një herë në tokë, nuk do të largohet nga kjo botë pa e bërë atë haxhin si të gjithë pejgamberët e tjerë të Zotit xhel xhelalu. Pra historia e haxhit fillon me Ademin alayhis salam. Mirë po, ne si musliman më shumti në ritet e haxhit mbështetemi tek Ibrahimi alayhis salam, se vetë pejgamberi alayhis salam ka thënë në disa raste për haxhin, po ndjekim gjurmët e Ibrahimit alayhis salam. Pra është një adhurim, domethënë mes pejgamberëve dhe pejgamberëve ka abrogime, mirë po ka gjëra që nuk abrogohen, pra që mbeten. Për shembull, doktrina nuk abrogohet. Çfarë ka besuar Ademi, Ibrahimi, Musai, Isait, e ka besuar dhe Muhamedi alayhis salam. Pra çështjet e doktrinore nuk abrogohen. Po edhe disa çështje adhurimi nuk abrogohen. Për shembull, falja ka qenë tek të gjithë profetët, dhënia e zakatit është tek të gjithë profetët, agjërimi është tek të gjithë profetët. Pavarësisht se kanë ndryshuar normativat, ligjet, rregullat mund të kenë ndryshuar, po bazika është tek të gjithë profetët e Zotit. Kështu që ne më shumti mbështetemi, domethënë asaj që ka bërë Ibrahimi alayhis salam, pasi kjo pjesë nuk është abroguar, pra është akoma në fuqi. Për këtë arsye, domethënë shumë gjëra që kanë bërë me haxhin na lidhin direkt me profetin Ibrahim alayhis salam për dy arsye. E para se Ibrahimi konsiderohet babai i profetëve, pra le të themi si më thënë, nga mbas Ibrahimit e këtej, pothuajse kanë ardhur pjesa më e madhe e profetëve dhe pejgamberëve, dhe e dyta, ne me këtë tregojmë që jemi në atë rrugë që ka ndjekur Ibrahimi alayhis salam dhe nuk jemi risi dhe sajes ndaj frymëzimit që i solli Zoti për herë të parë Ibrahimit, sepse në shpallin që i është dhënë Ibrahimit alayhis salam, i është thënë që do të ketë beslidhje me Isakun dhe do të ketë beslidhje me birin e tij të parë. Biri i tij i parë ishte Ismaili, po edhe beslidhje me birin e tij të dytë Isakun. Kështu që beslidhja me Isakun është ezauruar me ardhjen e profetit të fundit nga gjenealogjia e Isakut, që është Isai alayhis salam, pra Jezu Krishti, Jezusi alayhis salam, ndërsa beslidhja me Ismailin ka mbetur le të themi bosh deri në ardhjen e profetit Muhammed alayhis salam, i cili konsiderohet dhe mbyllja e profecisë që i është dhënë Ibrahimit alayhis salam, që do të ketë beslidhje me të dy bijtë e tij, me të parin, pra Ismailin, i cili u konkretizua me rastin e Muhamedit alayhis salam, dhe me të dytën që u konkretizua me rastin
e Isait alayhi salatu wassalam, bekimet e Zotit qofshin mbi të. Kështu që neve më shumë të na lidh me Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe me disa ngjarje që kanë ndodhur në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, për treguar se ne nuk kemi alergji ndaj profetëve dhe pejgamberëve dhe për treguar që jemi akoma beslidhja e premtuar e Zotit nëpërmjet birit përmes birit të tij të parë që i është premtuar Ibrahimit, që është Ismaili ose Ishmaeli, që është konkretizuar me rastin e Muhamedit alayhi salatu wasallam, pra një lloj, le të themi, një lloj rigjallërimi i profecisë për beslidhjen që i është dhënë Ismailit, dhe në rastin ton ai që është profetizuar mbi të është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kështu që lidhja më e madhe, pra për të përgjigjur pyetjes, lidhja më e madhe që ka të bëjë me ritin e haxhit ka të bëjë me Ibrahimin alayhi salatu wasalam, duke qenë se ngjarjet kanë ndodhur pikërisht ato që janë transmetuar nga Ibrahimi e këtej, siç është për shembull rasti i kurbanit, siç është për shembull rasti i gjuajtjes së gurëve, qabja dhe ndërtimi i qabes, zemzemi dhe pusi i zemzemit, saji dhe ecejakja mes Safas dhe Merves, pra janë shumë gjëra që na kthejnë dhe na ringjallin edhe një herë atë kohën dhe besimin me cilin erdhi në tokë Ibrahimi alayhis salam, po edhe kjo pjesa e rregullave dhe ligjeve që nuk është abroguar, gjë që s'ka ndodhur faktikisht në raport me pejgamberët e tjerë me Islamin, sepse shumë gjëra që ju ka dhënë Zoti pejgamberëve të tjerë apo profetëve të tjerë, ne nuk kemi lidhje, pra është abroguar me ardhin e Islamit, ndërkohë që çështja e haxhit, për sa i përket raporteve me Ibrahimin alayhis salam, ka mbetur e pa abroguar, gjë që tregon edhe atë lidhjen e madhe dhe të fortë që ne kemi me këtë profet të Zotit, ashtu si me gjithë profetët, po veçanërisht me Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Ndërkohë ne fillimisht kur shkojmë në haxh themi më së shumti shprehjen e njohur, pra lebeik Allahumma lebeik. Çfarë është kjo shprehje? Çfarë është kjo përgjigje? Cilës thirrje i përgjigje, dhe nëse mund ta lejmë edhe me historikun tashmë të qabes. Normalisht që Zoti kur gjykon për diçka se duhet ndodhi, i përgatit kushtet, i përgatit rrethanat, dhe normalisht kishte një konflikt mes Sarës dhe Haxheres, duke qenë se Sara ishte gruaja e parë e Ibrahimit dhe Haxheria ishte e dyta, pra e dhuruar nga mbreti i Egjiptit, dhe Zoti i Madh i dha djalin e parë mbas 10 vitesh Ibrahimit alayhis salam, pra mendohet se të ketë qenë moshën 90 e sa vjeçare, i dha djalin e parë Ismailin, dhe normalisht këtu lindi, le të themi, ai debati në familje ose xhelozia mes grave, dhe Zoti i Madh e urdhëron Ibrahimin alayhis salam që ta marrë gruan e dytë, Haxheren, bashkë me djalin e sapo lindur, që ishte edhe i pari, që ta dërgojë diku tjetër, edhe pikërisht në luginën e Paranit ose Mekës, dhe e vendos atje. Në momentin që e vendos atje, normalisht fëmia ishte i vogël, nuk kishte asgjë, vetëm se pak hurma dhe pak ujë, dhe normalisht një grua e vendosur mes një lugine, një shkret tjetër, është logjike që le të themi të ketë çfarë po ndodh. Dhe i thot Ibrahimit, kapet në atë kapistrën e kalit apo deves Ibrahimit, dhe i thot: kush të urdhëroi ta bësh këtë gjë, pra mos e ke prej Sarës këtë punë? I tha: Allahu më ka urdhëruar. Atëherë ajo e lëshoi frerin e kalit ku ishte kapur, e lëshoi, i tha: atëherë Allahu s'do të na humb. Allahu nuk do të na humb, edhe e lati. Ibrahimi alayhis salam normalisht ishte prind, edhe pse ishte pejgamberi i Zotit. Kur u largua, që nuk e shihnin më, as ky nuk i shihte ata, i ktheu duart nga Zoti i gjithësisë, edhe tha: o Zot, familjarët e mi, trashëgimtarët e mi i kam lënë në këtë luginë të pa jetë. O Zot, mundsoja që të kenë jetë mirë, të afrohen njerëzit, të krijohet jetë pra me trashëgimtarët e mi, dhe largohet Ibrahimi alayhis salam duke çuar në vend atë urdhër të Zotit që më vonë pastaj do të kishte ngjarje. Ka të kuptohesh edhe urtësitë e kësaj zhvendosje. Shumë gjëra ne i zbulojmë mbasi kalon një kohë. Dhe me të vërtetë, domethënë gruaja qëndroi aty në mes të luginës, pa njeri, pa askënd, uji po mbaronte, hurmat po mbaronin, dhe ajo nëna, ke parasysh, tenton që të gjejë një burim tjetër, ushqimi, furnizimi, s'kishte asgjë, ishin 2 kodra që dalloheshin, shkon një herë te kodra e parë, Safaja që i themi ne sot, pastaj zbret poshtë te kodra e Merves, dhe këtë e bën 7 herë, kur i humbi shpresat, sikur dëgjoi një zë,
shkoi syu më njëherë tek fëmia Ismaili që ishte në mes luginës, aty pa një krijesë madhështore, gjigande, me krah, me fletë. U nis drejt krijesës, ndërkohë që krijesa e qetëson dhe i thotë qetësohu dhe godet me njërin prej flatrave apo krahëve tokën dhe aty buroi uji i Zemzemit, i cili është një ujë i cili nuk mbaron kurrë deri në ditën e Kiametit, siç ka njoftuar për këtë profeti bekimet e Zotit qofshin mbi të. Dhe domethënë aty ajo krijoi një si tip, tha pejgamberi selam, nëse do ta linte, do të rridhte, do të bëhej lum. Po ajo e mblodhi me gur edhe mbeti si më thënë si pus, po si një pus që buronte mbi, si një burim që buronte mbi sipërfaqen e tokës. Mbas disa ditësh aty drejti kalojnë, sepse është mrekullia ujit Zemzemit. Dakor, mbaroi uji që kishin, mbaruan hurmat. Si jetuan këta dy vetëm me ujë. Këtu vjen mrekullia ujit Zemzemit. Profeti alayhis salam ka thënë, uji i Zemzemit është ushqim edhe ujë. Pra vetë Zemzemi ka gjithë përbërësit ka vlera ushqyese. Mund të jetojë me të edhe pa ngrënë asgjë, siç tregohet në hadithin e Ebu Dherrit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tregon se ka nejtë në Mekë një muaj në kërkim të profetit alayhis salam. Dhe e pyetën po si jetoje, se deklaronte dot se për çfarë kishte ardhur. Tha kam jetuar me ujë Zemzemi dhe vura dhjam. Kam jetuar me ujë Zemzemi dhe vura dhjam, se s'kishte çfarë të hante dhe nuk donte të deklaroje se pse kishte ardhur. Mas një kohë kalon aty drejti një le të themi karvan tregtarësh jemenali, të cilët habiten se vejnë re zogj në ajër, diçka që ishte e pazakontë, kërkojnë dhe gjetën pikërisht këtë gruan me fëmijën pranë një burimi uji. Kërkuan prej tyre që një pjesë të karvanit ta lejnë aty, se nga që do të kalonin gjithmonë, të kishin, si më thënë, një vend ku të qëndronin. Dhe gruaja pranoi, po tha ujin unë e zotëroj, do të thonë uji është i imi, pastaj me kushtet që unë ju vendos, pranuan ata kushtet dhe rritet Ismaili në këtë ambient, domethënë, dhe për këtë arsye quhet domethënë Ibrahimi Ismaili quhet i arabizuar, pra nuk është arab, po është i arabizuar sepse martohet me një grua nga Jemeni dhe martesat i ka historinë vete, pastaj e kemi përmend tek historitë e pejgamberëve, tek tregimet profetike, kur i erdhi Ibrahimi tha ndro pragun dhe në rastin e dytë i tha mos e ndro pragun. Ismail alayhis salam u rrit, pra mësoi arabishten, fliste gjuhën arabe, njësoj si fisi që jetonte me ta, u martua prej tyre, jetonte me gjuhën e tij, sepse Meka e tillë ishte, nuk kishte gjë tjetër çfarë mund të ofronte, por u bë dhe si pikë referimi për karavanët që shkonin në Sham ose për karavanët që ktheheshin nga Shami dhe nga ajo kohë filloi të merrte jetë. Derisa në moshën kur rritet djali, pra Ismaili, Zoti e urdhron Ibrahimin alayhis salam, mendohet se të ketë qenë moshën 12 ose 13 vjeçare, e urdhron Zoti Ibrahimin alayhis salam që të ndërtojë Qaben. Ibrahimi kthej her pas here tek vinte her pas here, po. Dhe ndërtojnë Qaben së bashku, historia e ndërtimit të Qabes, e mekami i Ibrahimit, pra pasi arriti në ndërtim në gjatësinë e Ibrahimit alayhis salam, mbeti enigmatike pjesa se si do ta vazhdonte ndërtimin, sepse Zoti kishte thënë do ta ndërtosh kaq. Atëherë Zoti sjell pikërisht atë që quhet mekami Ibrahim, pra është një gur special i ardhur nga xheneti dhe ai, dhe mbi të hipte Ibrahimi alayhis salam dhe ai ngrihej dhe derisa Ibrahimi alayhis salam mbaroi ndërtimin e Qabes. Me ndërtimin e Qabes vendoset mekami Ibrahim pikërisht i mbështetur në Qabe, nuk është këtu ku është sot. Pra sot e kemi le të themi 10 ose 15 metra larg Qabes, ndërkohë që ka qenë kohën e Ibrahimit alayhis salam i mbështetur në Qabe dhe për një kohë gjatë, edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, pastaj në kohën e Omer ibn al-Khattabit është larguar në vendin ku është sot mekami Ibrahim, ajo që shohim ne si diçka si një kupol e artë aty në tawaf. Me të mbaruar ndërtimin e Qabes, Zoti sjell një gur nga xheneti, që sot ne i themi guri i zi, një gur i cili, siç thot profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, zbriti nga xheneti, thot më i bardhë se qumshti, pra shumë i bardhë. Dhe e vendos aty Ibrahimi alayhis salam si qoshe. Nga aty fillon të tawafi, mbyllej tawafi dhe çdo gjë pastaj lidhej me rrotullimin që kishte bërë në Qabe. Pejgamberi sa më tha, ky gur zbriti më i bardhë se qumshti nga xheneti, po mëkatet e njerëzve e nxin. Pra për të na dhënë Zoti neve një mesazh të qartë
se ç'bëjnë mëkatet me zemrat e njerëzve dhe ç'bëjnë mëkatet me shpirtrat e njerëzve. Pra, nuk është një nxirje metaforike, por është një nxirje e vërtetë. Pra, një njeri i cili te kalon mëkatet dhe gjuna nxihet si njeri, nuk sheh gjërat siç janë, nuk i shijon gjërat ashtu siç duhet, jeta i nxihet atij njeriu, do të thonë ashtu siç u nxi guri i bardh i ardhur nga xheneti. Pastaj vinte her mas here Ibrahimi në moshën 14 ose 15 vjeçare sprovohet pikërisht me sprovën e madhe të sakrificës së birit të tij, të vetëm në atë kohë që ai ishte i vetmi, sepse mendohet që Isaku të ketë lindur 14 ose 15 vite më pas. Dhe normalisht përderisa ishte nga Zoti, Ibrahimi nuk e diskutonte, pra Zoti tha, shpunë e Zotit. Mirë po Zoti i tha pyete djalin, ai çfarë mendon? Siç e përmend Zoti këtë në Kur'an. Dhe me të vërtetë Ibrahimi çoi në vend urdhrin e Zotit, tha o bir, Zoti po më thotë që duhet të sakrifikoj, të bëj kurban. Djaloshi, atë pse ishte shumë i ri, 10 vjeç, 15 vjeç, tha o baba, përderisa Zoti e ka thënë ti zbato urdhrin e Zotit dhe unë, inshallah, me shpresë Zotit, do të jem i durueshëm, do të duroj, përderisa Zoti e thotë. Këtu pastaj ka ndodhur dhe historia e guralecave, pra kur ka shkuar Ibrahimi për të therr për të bërë kurban djalin, i shfaqet djalli i mallkuar dhe i thotë si pejgamber, çfarë Zoti, si Zoti thotë me therr fëmin djalli. Dhe ky që i gjuan me gur, edhe ka mbetur kjo gjujtja e gurve, domethënë edhe Haxheria i gjuan me gur, edhe vet Ismaili i gjuan me gur. Pra gjitha këto veprime, zhvendosja, ndërtimi i Qabes, kurbani, gjitha këto ishin momente që po ndodhin në mënyrë dinamike, por do të ktheheshin më vonë pika referimi për një adhurim pastaj të gjithë muslimanëve të botës. Kur foli për gjuajtjen e gurve, çfarë tha? Po ndiqni traditën e Ibrahimit dhe me të vërtetë shejtanit po i gjuni. Pra, unë kam thënë gjithmonë, edhe gjatë ligjëratave, në Islam nuk ka përkujtimore. Nuk ka në Islam, me që e ka bërë Ibrahimi, po e bëjmë edhe ne, nuk ekziston kjo në Islam. Ne e bëjmë se e ka bërë Ibrahimi, po mrekullia ndodh, edhe në këtë kohë kur e bëjmë ne. Pra qëndrimi, le të themi në Mina, ka bekim, qëndrimi në Muzdelife ka bekim, jo thjesht e ka bërë Ibrahimi. Pra nuk është një përkujtimore në Islam. Pra dhe kurbani nuk është thjesht një imitim apo përkujtimi asaj se çka është bekim. Është çdo kurban ka vlerën e vet. Sepse pejgamberi për shembull kurbanin tha, gjaku i kurbanit më shpejt shkon ke Zoti sa të bjerin tokë. Njeriu për çdo kurban që therr sa fije leshi të ketë në shpinën e saj merr sevap dhe shpërblim. Pra ndodh kjo në çdo kurban. Nuk është vetëm se në atë kohë apo po ringjallimi traditë cila s'ka asnjë sens, jo, çdo gjë ka sens në Islam dhe çdo gjë funksionon me vete si mrekulli. Atëherë mbas kësaj shkon pra atje Zoti i Madh në momentin që e pa që Ibrahimi ishte dorëzuar urdhrit të Zotit dhe djali ju dorëzua urdhrit të Zotit sepse ju tha do të shkonin në filan vend, pra atë që ne i sot i themi Mina, pra atje. Dhe kur shkoi pikërisht tek vendi që do të bënte sakrificë dhe do të bënte kurban të birin e tij, dhe u bë gati Ibrahimi ashtu siç i takonte, domethënë, në momentin thotë që u dorëzua dhe bëri që ta bënte kurban, erdhi urdhri i Zotit, o Ibrahim, kështu tekstualisht, ja Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, e çove në vend urdhrin e Zotit. Ne kështu do të shpërblejmë bamirësit përgjithmonë. Ta kompensuam kurbanin e të biri me një kurban dash dhe zbriti Zoti një dash prej xhenetit dhe aq i madh ishte ai dash saqë ngatrohen brirët e tij në një pemë. Edhe e merr Ibrahimi alayhis salam dhe e therr dhe mbeti edhe tradita e kurbanit. Dhe kurbani nuk është një shërblim i mëkatit të parë, siç interpretohet në disa fe dhe besime. Pra kurbani nuk na ka mbet një traditë e shërblimit të mëkatit të parë, por kurbani është një traditë që Zoti e ka sjell si një formë adhurimi për Zotin. Pra nuk është formë kompensimit në i gjunaut të trashëguar. Jo, absolutisht jo. Aty ka shpërblime dhe ai që bën i falen gjunahet. Në Islam ne besojmë se nuk ka mëkat të trashëguar. Nuk e mbart askush mëkatin e tjetrit, nuk e mbat biri mëkatin e të atit, askush nuk e mbart mëkatin e tjetrit, është ajet dhe varg kuranor. Kështu që nuk ekziston kjo gjë,
por është një traditë që mbahet, do të mbahet, do të funksionojë deri në ditën e Kiametit. Kështu që këtu pastaj kthehen sërish edhe, domethënë, mbeti ai adhurimi i haxhit në këto modele që ne kemi sot, që do të thotë rrotullimi rreth Ka'bes, që do të thotë Zemzemi, që do të thotë Safaja dhe Merveja ose ecejake me Safas dhe Merves, që do të thotë vajtja në Mina, që do të thotë vajtja në Arafat, që do të thotë vajtja në Muzdelife, pastaj plotësimi i riteve të haxhit. Kemi diçka që nuk u tha këtu që është Arafati, dhe Arafati faktikisht ka një histori tjetër, që është historia e zbritjes në tokë të Ademit a.s. dhe paraqitjes parë që kanë bërë njerëzit me në gjithësisë. Besoj që ndoshta për Arafatin mund të kemi edhe një diçka apostafat që mund ta ketë. Në Arafat normalisht Arafati konsiderohet dhe pika kulminante e haxhit, pasi është momenti që njerëzit janë më pranë Zotit, ku lutjet nuk kthehen, ku njerëzit angazhohen tërësisht me tërë qenien e tyre për kushtimit ndaj Zotit, lutjes, namazit. Është një moment krejt tjetër, një përjetim krejt tjetër, diçka që e kujton njeriu me botën tjetër, diçka që e kujton njeriu me barazinë absolute të njerëzve përpara Zotit, diçka që e kupton njeriu, domethënë se sa i dobët, sa i vogël, sa i pafuqishëm është përballë madhështisë së Zotit, përballë mirësive të Zotit, sa pak falendërues është, sa gabimtar që është kashi Zotit që vetëm se fal, vetëm se mëshiron. Dhe normalisht, domethënë, le të themi Arafati është pika më kulminante e haxhit, pastaj gjërat e tjera vijnë, normalisht edhe ato kanë vlerat e veta dhe mirësitë e veta. Çdo gjë, domethënë, mund të analizohet në vete, por Arafati, le të themi, është pika kulminante e haxhit dhe domethënë pra na lidh, çfarë na lidh, se ishte si për historinë, na lidh me Ademin a.s. pasi tregohet që janë bashkuar Ademi dhe Havaja pikërisht në Arafat. Për këtë arsye Arafat, kanë thënë, vjen në kuptimin e prezantimit, e njohjes. Pra u njohën për herë të dytë në tokë ose u takuan për herë të dytë tokë pikërisht në pllajën e Arafatit. Po ndërkohë kjo le të themi kështu si lëvizje historike, sepse faktikisht çdo detaj pastaj mund ta analizosh vete, duke filluar me ihramin, duke filluar pse rrotullimi bëhet 7 herë. Pra të gjitha kanë urtësitë e veta që ne do ta duhet të ndalemi pak hoç te këto, por se duke qenë se jemi dhe do na duhet të bëjmë shkputje, të kujtojmë pak pjesën si e gjallëroi Ibrahimi alayhis salam atë zonë, pra si e ndërtoi Ka'ben. Aty ishte një zonë e shkretën, se mund të themi kështu, ishte pa populluar, si i thiri njerëzit, si i ftoi njerëzit. Pra, kjo shpreha që ne bëjmë lebejk Allahumma. Me të mbaruar, po se pikërisht kjo ishte pyetja, dolem nga dega ndej. Na mori pjesa e me të mbaruar ndërtimin e Ka'bes, Ibrahimi alayhis salam priste nga Zoti se çfarë do t'i thotë Zoti. Dhe Zoti i tha: "O Ibrahim, ngjitu në mal, është një mal aty afër Ka'bes, dhe thirr, o njerëz, e janë për të bërë haxhin, përgjigjuni thirrjes së Zotit për të bërë haxhin." I tha Ibrahim alayhis salam: "Po kë do të thras o Zot?" Tha: "Ti thirr, se unë do ta çoj thirrjen tënde në të gjitha anët e botës." Dhe me të vërtetë këtë bëri Ibrahim, unë gjithë mal, dhe tha: "O ju njerëz, o ju njerëz, o ju njerëz", dhe zëri shkonte në gjithë botën. Zoti ju ka bërë për detyrë që të vini këtu në Mekë për të bërë peregrinazhin e haxhit ose haxhin. Përgjigjuni Zotit tuaj. Me ta dëgjuar njerëzit, filluan të thonë: "Të përgjigjemi o Zot, të përgjigjemi, do të vim, të përgjigjemi o Zot, të përgjigjemi." Fjala të përgjigjemi o Zot është pikërisht fjala jon, lebejk Allahumma lebejk. Këtë le të themi paraqet Zoti në Kur'an, kur tregon, pra o edhin fin nasi bil haxhi ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. I tham ose orientuam Ibrahimin që t'i thrasi njerëzit për të bërë haxhin dhe njerëzit të përgjigjen duke ardhur nga viset më të largëta, nga vendet më të largëta, në këmbë ose kalëruar, pra le të themi ato me mjetet asaj kohe të transportit, për të përgjigjur thirrjes së Zotit dhe për të prezantuar bekimet e Zotit. Pra sa herë bëhet haxh ka bekime nga Zoti dhe mirësi nga Zoti pafund. Ndërkohë ne bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi pas pak, ndër miq, shihemi pas pak.
Rikthehemi miq në studio, po flasim për haxhin, ritualet e tij dhe simbolikat dhe urtësitë e tij. Haxhi është një adhurim i cili bëhet në disa stacione. Ju i përmendët pak a shumë stacionet e haxhit. A mund të flasim pak për simbolikat dhe urtësitë që ato mbartin dhe në kohët moderne? Pra ato japin mesazhe të mirë të vazhdueshme edhe në ditët e sotme dhe në ditët që do vinë. Mesazhe që kanë nevojë çdo lloj shoqërie. Cilat janë disa prej urtësive të stacioneve të haxhit? Më i rëndësishëm është udhëtimi dhe largimi nga familja. Ky është mesazhi më i rëndësishëm. Një ditë do të largohesh nga gjithçka. Mos e bëj familjen ose mos e bëj jetën shkak që ty të largoj nga Zoti. Ky është mesazhi më i rëndësishëm, sepse ne nganjëherë aq shumë angazhohemi mbas jetës, mbas familjes, mbas fëmijëve, saqë edhe pse largohemi nga Zoti nuk duam të dim, po duam që të krijojmë një jetë sa më të mirë, nuk duam të dim për halallin, për haramin. Ky është mesazhi më i rëndësishëm. Një ditë do të lësh gjithçka dhe do të jesh vetëm ti dhe Zoti. Prandaj bëj llogaritë ndryshe, mos i bëj llogaritë siç e ke bërë deri më sot. Mesazhi i dytë ose momenti i dytë interesant është momenti i zhveshjes dhe i veshjes së ihramit. Dhe këtu kemi atë që tek Zoti nuk vlerësohet se çfarë ke veshur, po çfarë je në zemër dhe në shpirt dhe çfarë bën për Zotin. Tjetra, veshja e ihramit është një robë e bardhë. Zakonisht është një robë e bardhë që vishet, nuk kupton që njeriu kaq do të marrë nga kjo botë. Kaq. Një robë bardhë do të marrësh nga kjo botë dhe çdo gjë do ta lësh këtu. Pra ndaj i mençur është ai i cili bën llogaritë në këtë lloj forme. Mesazhi tjetër i rëndësishëm është fakti që tek Zoti jemi njësoj të gjithë. Mund të jetë shumë i pasur edhe ai ka dy rroba të bardha veshur. Mund të jetë më i varfër ka ardhur për haxh, ai dy rroba të bardha, pa nuk dallon, pa ke Zoti nuk ka dallim mes njerëzve, racave apo shtresave të shoqërisë. Ke Zoti jemi të barabartë. E vetme mënyrë për të garuar dhe për të qenë më afër Zotit është zemra dhe veprat e mira. Një mesazh tjetër i rëndësishëm është tek fakti që muslimanët, domethënë, e përsërishin shumë shpesh këtë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk. Të përgjigjemi o Zot se nuk ka Zot tjetër përveç teje që meriton të adhurohet. Pra fakti që monoteizmi, njësimi i Zotit, është gjëja më e rëndësishme dhe akti më i rëndësishëm që njeriu duhet të mbajë gjallë gjatë gjithë jetës është esencial në Islam. Pra nuk është monoteizmi diçka që thuhet një herë dhe mbetet, jo, vazhdimisht duhet riaktivizuar dhe vazhdimisht duhet rigjeneruar se ka të bëjë me besimin e njeriu. Një moment tjetër tepër interesant është momenti që ne rrotullohemi rreth Qabes. Shumë gjëra kanë bën me numrin 7. Dhe kjo lidhet me faktin që normalisht numri 7 ka qenë numri më i madh që përdoret në retorikën arabe. Pra, kur thoshte ai 7, ai mund ta kishte thënë 20-30, po thoshte 7 herë, siç themi ne. Ora 10 herë ta kam thënë, faktikisht 3 herë i ke thënë, po u bë 10 herë që po ta them, pra me kuptim ta kam thënë shumë. Dhe tjetra është se numri i qiejve dhe numri i tokave është 7. Dhe adhurimi bëhet pikërisht 7 herë, domethënë ti me këtë sinkronizohesh me qiejt edhe me tokën, dhe me këtë adhurim sikur ke mbushur gjithçka. Ke mbushur qiejt edhe tokën. Simbolistik tjetër është fakti kur domethënë shkojmë të gjithë atje në Arafat, aty tregon Arafati është një miniaturë e ditës Kiametit. Njerëzit janë njësoj, njerëzit janë gjithë në breng, në shpresë. Ka ato lutjet e tyre personale, domethënë i ngjason, pra është miniaturë e ditës Kiametit. Një prej letemi urtësive të mëdha që na jep haxhi është vllazëria, që do të thotë në Islam nuk njihen kufit, nuk njihen moshat, nuk njihen vendet. Në Islam çdo njeri që ka thënë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah është vëlla yt, edhe nëse nuk të ka bërë nëna jote. Përderisa ai thotë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah është vëlla yt, kushdo qoftë nga ato qoftë. Dhe aty njeriu, domethënë sheh rëndësinë që i ka dhënë Islami të jetuarit në idenë e bashkësisë botërore islame. Jo thjesht të jetuarit komunitar të kufizuar të një vendi. Jo, ne jemi një trup i tërë dhe duhet dim çfarë bëhet, si jetojnë muslimanët në gjithë botën. Pra duke mos humbur specifikat e gjithë secilit, ato vetëm pasurojnë dhe integrohen tek gjithë secili ka specifikën e vet, po në fund fare kjo kthehet një pasuri për të gjithë.
vim tek ai momenti që unë s'du ta harroj që është gjujtja e gurëve. Për të thënë pejgamberi me të vërtetë alayhis salam tha që po i gjuni shejtanin, po sikur po na thot indirekt që shejtani duhet me i gjujt gjithë jetën, sepse shejtani ka nevojë të goditet vazhdimisht. Ai është prezent kudo. Ja këtu po i gjuj me gur, mirë po duhet i gjujmë me gur edhe në raportet në familje, duhet i gjujmë me gur edhe në raportet me njëri tjetrin, duhet i gjujmë me gur edhe kur thirret ezani sabahut për të përgjigj. Pra duhet ta refuzojmë thirrjen e shejtanit në çdo kohë. Domethënë le të themi këto janë disa, le të themi nga simbolikat ose urtësitë ose filozofitë që lidhen me meritet e haxhit. Dhe të gjitha këto lënë gjurmë normalisht tek besimi i njeriu, tek bindjet e tij, tek mënyra se si ai e shef botën më pas. Cilat janë çdo njeri që ka bërë haxhin dhe kthehet nga haxhi ka një përshtypje krejt tjetër mbi mënyrën se si pra ndërton një raport tjetër tashmë me botën, me jetën, me familjen, me profesionin, me pasurinë, me gjithçka. Edhe kjo supozohet faktikisht. Në momentin që njeriu kthehet nga haxhi dhe është i njëjti dhe s'ndryshon, këtu pastaj vjen edhe dilema, a na është pranuar haxhi apo jo. Cilat janë mirësitë e haxhit hoxh? Nëse flasim për haxh, të cilët jemi përkushtuar dhe për cilin kemi dhënë maksimumin ton. Çfarë na jep haxhi? Çfarë marrim nga haxhi? Profeti alayhis salam ka thënë haxhi i pranuar ose haxhi i suksesshëm nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin. El hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Pra haxhi i suksesshëm nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin, ose hadithi tjetër që thotë ai njeri që e bën haxhin dhe ruhet nga fjalët, nga haramet, nga gjërat, thotë kthehet nga haxhi si dita që e ka lindur nëna e vet. Pastaj ka dhe mirësitë të tjera, çfarë përjeton njeriu, mrekullitë, mirësitë, se Zoti ka lënë shenja atje që njerëzit kuptojnë se është diçka tjetër komplet. Kjo është gjë tjetër. Çfarë përfiton njeriu? Përfiton edhe mbarsinë në jetë. Pra në një hadith profeti alayhis salam thotë, nëse ju jepet mundësia, pra të bëni haxhin apo umrën, do të jetë kjo shkak që Zoti të largojë për jush varfërinë. Pra edhe një jetë të ecën më mbar. Gjëja tjetër shumë e rëndësishme prej dobive të haxhit është pranimi i lutjeve dhe duave. Profeti alayhis salam tha, haxhit dhe umrexhit, pra ata që bëjnë umrën, janë mysafirët e Zotit. Zoti i thirri, ata u përgjigjen, e ata kur ti luten, ai do t'i përgjigjet. Pra le të themi këto janë katër le të themi mirësitë e mëdha që kanë bën me haxhin. Fiton xhenetin, del pa mëkate dhe pa gjunahe, Zoti i Madh i pranon lutjet dhe duat, po ndikon kjo edhe për mbarsinë. Ndërkohë hoxh janë të shumtë, madje janë më të shumtë ata të cilët e synojnë haxhin, e kërkojnë haxhin, mirë po nuk e realizojnë atë. A janë këta të privuar tek Zoti, a kanë këta mundësi se si mund të arrijnë për shpërblimeve ose për mirësive të haxhit? Pra, si është kjo çështja e kategorisë më të madhe njerëzve të besimtarëve të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë në haxh? Normalisht që Zoti e tha në Kur'an, men istata'a ilayhi sabila, edhe hadithi e thotë men istata'a, pra ai që ka mundësi, dhe në momentin që njeriu nuk ka mundësi të bëjë haxhin, nuk ka pse të ndihet keq, sepse Zoti i Madh e ka fal. Pra nuk ta ka kërkuar Zoti një gjë tillë, është njësoj si thuash, unë nuk kam mundësi me dhënë zakat, jam shumë keq. S'ke pse të ndihesh keq, se Zoti thotë do të jap zakatin ai që ka mundësinë me dhënë. Po kështu edhe është. Pra nuk është i mangët besimi dhe feja i cili nuk realizon dot nëse nuk ka mundësi. Zoti i Madh ka kompensuar në forma të tjera. Për shembull, një njeri i cili shkon me fal farzin në xhami, dhe kur del nga shtëpia bën niyetin se do të fali farzin në xhami, Zoti ja shkruan sevapin sikur ka bërë haxhin, hadithi sakt. Ose ai njeri që qëndron në xhami mas sabahut deri në lindjen e diellit, duke përmend Zotin, duke lexuar Kur'an, dhe pastaj fal 2 rekat namaz mas kaloi koha. Zoti ja shkruan sevapin sikur ka bërë haxhin edhe umrën. Pra Zoti i Madh ka lënë forma kompensimi në mënyrë që njeriu mos ndihet keq se s'bëra dot haxhin ose s'më zhdon mundësia me bërë haxhin. Ndërkohë, sa e vështirë është për të bërë haxhin? Pra shpesh njerëzit e shohin si një mundësi shumë të largët, e shohin vetëm si një mundësi e pasanikëve të mëdhenj. Realisht ju ka ndodhur shpesh ndoshta të jeni në haxh dhe keni parë njerëz dhe kategori të ndryshme. Sa e vështirë ose sa e mundur është që të realizohet haxhi nëse mendojmë për atë, po themi, në mënyrë kështu strategjike. Pra nëse mendojmë që brenda 10 viteve, po themi, a mund të shkojnë në haxh edhe pse ndoshta të ardhurat ndoshta nuk janë shumë të mëdha. Këtu lind pyetja tjetër, kur obligohemi ta bëjmë haxhin? Obligohemi ta bëjmë haxhin nëse i kemi mbledhur të ardhurat që na obligohet haxhi, sepse ka një
çmim të caktuar, ka një kosto të caktuar. Kosto të caktuar, ne e dim, kështu funksionon sot. Dhe ka mundësi njeriu të lej sa i nevojitet familjes derisa të kthehet nga haxhi. Nëse do të ecin me këtë përkufizim, shumë për njerëzve ju bëhet obligim haxhi. Pra, nëse njeriu thotë unë do të bëj haxhin, por thotë do të bëj edhe shtëpinë. Kështu që sa të bëj shtëpinë, pastaj ky është gabim. Do të bëj haxhin, po do të bëj një dasëm mirë dhe dasma shkon 20.000 euro për shembull. Po pastaj do të bëj haxhin, ndërkohë që nuk mund të lihet haxhi kështu. Kështu që haxhi obligohet në momentin që njeriu, do të thonë, ka mundësitë ekonomike dhe ka mundësinë ekonomike të jetojë familja pa prezencën e tij derisa të kthehet nga haxhi. Ky është kushti i parë, kushti i dytë, të jetë i rregullt, le të themi në shëndetin e tij. Pra mundësia shëndetësore për të lëvizur. Pra nëse vlera e haxhit është 4.000 euro, po e supozojmë, ai i cili ka 4.000 euro për të paguar haxhin dhe shpenzimet, edhe ka një sasi që mund ta lë tek shtëpia e tij për këtë një muaj, ku ai nuk do të jetë, këtij i bëhet obligim. Obligim haxhi. Pavarësisht se ka gocën për të martuar apo shtëpinë për të bërë apo për të hap X biznes apo Y biznes. Që do thotë një numër i vogël e besimtarëve obligohen. Pra një pjesë e mirë të besimtarëve obligohet haxhit, domethënë dhe nuk i bëjnë llogaritë mirë, dhe faktikisht për haxhin duhen bërë llogaritë mirë se ja vdiqe, çfarë do të thosh Zotit? Nuk shkova në haxh se po mblidhja parat për të bërë një shtëpi djalit, apo nuk shkova në haxh se do të martoja vajzën, apo për çfarë? Nuk janë arsye tek Zoti i gjithësisë. Dhe Zoti tha kush ka mundësinë, dhe në momentin që të kapi mundësia, nuk mund të gjesh asnjë lloj arsye tjetër. Ndërkohë, kthehej pak te kjo pjesa atyre të cilët e kanë merak këtë punë, po e shohin si një mundësi të largët financiare. Dikush mund të jetë student apo dikush që të ardhurat e tij nuk e arrin këtë. Çfarë do i këshilloje? Çfarë mund të bëjnë këta për të qenë pjesë e haxhit? Gjë të pamundur për Zotin nuk ka. Kështu që njeriu do të bëjë dy gjëra: dua, lutje, dhe e dyta të fillojë të ndërmarrë sebebin. Unë njoh njerëz që kanë shkuar në haxh disa herë, njoh një burr të moshuar, Allahu i dhënë të ymër, ai ishte shpërndarës qesesh. Shpërndante qese, kishte punë tjetër, shpërndante qese. 3 herë haxhin. Dhe nuk pranonte që t'i merrte paratë as nga djalë as nga vajza, megjithëse ishin shumë mirë ekonomikisht. Dhe le të them, njëri nga fëmijët e tij është ndërtues pallatësh, me lekët e veta që shpërndante qeset. Di rast tjetër me pension. Ka ruajtur lekët e pensionit anash, pasi fëmijët nuk ja merrnin pensionin dhe mendonin se e harxhonte pensionin për dëshirat e veta, bëri lekët e haxhit erdhi në Alti rasti një nënë që me lekët e pensionit. Pra, ai njeri që dëshiron të arrijë diçka, dhe është i sinqert, Zoti ka për t'ia mundsuar. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Kush e don të arrijë, kush dëshiron të arrijë një të mirë, Zoti ka për t'ia mundsuar. Pra nëse jemi të sinqert me Zotin, bën sebepin, pra lëvizim nga pak, them se Zoti ka për të na realizuar dhe ka për të na mundsuar. Pasnjëherë nuk do të heq shpresa, sepse edhe nëse nuk e bëjmë haxhin, po dëshirën e kemi, Zoti ka për na dhënë shpërblimin sikur e kemi bërë. Pra në haxh shkon ai që do, në kuptimin që është i sinqert dhe përpiqet dhe ka një jetë të pastër, jo thjesht ai që ka. Po, e vërtetë. Sepse njohim shumë të tjerë që kanë shumë dhe akoma s'kan bërë haxhin, akoma s'kan parë Qabën. E qartë. Hoxh, unë ju falenderoj për kohën, për shpjegimet dhe për historinë që na sollët në raport me haxhin. Normisht që këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për haxhin, historikun e tij, mirësitë e tij dhe mundësitë se si ta realizojmë haxhin, pra të jemi për atyre të cilët e vizitojnë Qabën dhe e realizojnë këtë shtyllë të rëndësishme në fenë islame. Unë ju falenderoj që na ndoqët, do të shihemi sërish në emisionin e ardhshëm, deri atëherë kalofshi sa mirë.